Seancën dëgjimore të organizuar nga Komisioni i Jashtëm në Parlamentin Evropian për Shqipërinë, lidhur me zgjedhjet dhe klimën parazgjedhore, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilëson si këmban alarmi kundër qeverisë Rama. Në një harë kohor traditor të kenë çështjen në agjendën e tyre Shqipërinë, problematikat e saj madhore, zgjedhjet e dhunuara sistematikisht, krimin e organizuar që ka kap majën e shtetit, terrorin politik dhe shtypjen e opozitës. U shpreh shqetësimi më i madh për industrinë e blerjes votës të Edi Ramës. Në këtë seancë, Berisha thotë se u vërtetuan akuzat e opozitës për kapjen e drejtësisë nga kryeministri Edi Rama. Në Bruksel u denoncua me zë të lartë. Nën kupton asgjësimin e shtetit ligjor. Në qoftë se vendimet e gjykatës më madhore të vendit nuk zbatohen, por një farë mënyrë përbën një grup shteti. Për Berishën, reforma e re i la shqiptarët pa drejtësi. Do mund t'ja ushes kush më dështimin spektakular, duke u mohuar shqiptarëve të drejtën në një procesi ligjor me reformën e George Sorosit. Të mbrosh të reformë është një lloj, si të thuash, qytetarë shqiptarë nuk meritojnë drejtësinë. Ndryshe nga Rama, i cili her pas here shpreh objektivat që ka Partia Socialiste për numrin e mandateve, Berisha u tregua i rezervuar. Unë nuk jap kurrë përqindje dhe numra, sepse unë nuk jam profet. Në prag të çelës zyrtarisht të fushatës, Berisha nuk tregoi shumë detaje dhe zgjodhi të bëjë vetëm batuta. Çifti dashurohet muaj apo vite, po e ka një ditë që ndryshon dhe paraqitet krejt tjerë dhe të gjithë, pavarësisht se i kanë pa qindra mijëra herë, vrapojnë t'i shohin atë ditë si çift, me kostumin e nusrisë. Ndaj dhe të gjitha surprizat janë nesër. Në çeljen e fushatës të premte në orën 19, ku do të jenë të pranishëm mbështetës të opozitës dhe kandidatët, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha do të shfaqet së bashku me drejtuesin e fushatës, Kris Lasivita.